Foz është kuq. Të mendua kjo mbasdite ora 17 ka mbaruar orari zyrtari punës. Mendoj që stenti mbas portave së bashku me Klajdi Kolën, ndërkohë gjyqtari 4 është Enea Pasha, vazhguesi i gjyqtarëve Florent Kotheria, zoti Florent Kotheria ishte gjyqtari i njohur, ndërkohë që Besnik Çela është delegati i Federatës Shqiptare të Futbollit. Janë 6 gjyqtarë sot për këtë ndeshje më të rëndësishme, do ta quaj të javës së 10 të superiores. Laçi vjen nga fitore 3-1 me Apollonin, ndërkohë që Partizani ka mundur Elbasanin 1-0 pra në javën e 9 të Superligës. Partizani dhe Tirana ishin me 18 pikë në vendin e parë, por tashmë ka kaluar Kursi, ka 1 pikë më tepër sepse Kursi mundi 2-1 skuadrën e Vllaznis, 1-0 fitoi Flamurtari. Ndërkohë ndërua miq ka një defekt teknik në këto momente me ndriçimin në stadiumin kombëtar Qemal Stafa. Ka rënë me sa duket ndriçimi, siç shikohet qartë në ekranin e televizionit shqiptar. Ka një problem teknik Muça me fillim. Gjithmonë është një problem teknik sa njerëzit e federatës asnjëherë nuk duhet të pranojnë që ndeshja zhvillohet me drita, sepse mungojnë dy burimet. Cungu, Shkodrani aktivizon Vujatinovic në port, ka filluar loja. Sheta, Buljan, Ofele, Çela, Kovic dhe Nimani. Dhe mendoj që sot me mungesën e... Ja dhe goditja Sebës pret portieri. Mungesën e Teqës. Pret portieri Hoxha. Vet Mazrekaj. Kjo goditje këndër e krahun e majtë të sulmit të Partizan. Një top në shtyllën e dytë të kushton Vujatinovic. Ka dalë portieri. Por përfundon pjesa e parë. Asnjë minutë shtesë, 0 Partizani, 0 Laçi. 25 minuta është shumë i saktë strategjia e lojës që ndjek agresiv në fushë dhe mundohet të shpejt në shumë. Partizani pak është e largët. Ka marrë vrull Godet, pret dhe 1-0! 1-0 shënon Vila. Shënon Vila ndërmar miq. Gabon Vujatinovic dhe Vila i gjendur përballë portierit që i ka shpëtuar topi, ka shënuar golin e avantazhit. Emiliano Vila. Një gol që padyshim ka merit Račić në mos gaboj, që ka ekzekutuar goditjen e dënimit nga distancë e largët. Serbi ka lëshuar një predh, ka një këmbë të fuqishme, ka pritur portieri Vujatinovic, por topi ka shpëtuar dhe atje ka nuatur Vila. Pa falshme për portierin. E lavdëruam mbas e ngër pak mësysh. Humbi penaltin me Elbasanin Vila. Edhe një herë ndiqeni Muça, shikojeni, një goditje e fortë dhe Vila atje ka nuatur gabimin e portierit Vujatinovic dhe ka shënuar lehtësisht poshtë të trupit, ja ka dërguar topin portierit Malazez në minutën e 47 udhëheq Partizani 1-0. Është pikërisht Vila, futbollisti i përvaqësuar son Emiliano Vila, që ka shënuar të gol portieri Vujatinovic që ka shpëtuar topin. Nizet Račić. Vrapon atje dhe Buljan, Serbi është përpara. Është vënë edhe ja ka lërguar topin, pengohet dhe 11 metrësh. 11 metrësh të varmiq. Edhe portieri mund 11 metrësh për Partizanin. Është penguar sulmuesi serb Račić që ka shpërthyer, ka lënë Buljanin mbrapa dhe është penguar në momentin që bëi gati ta dërgonte topin mbas në kuadratin e zbrazur. Edhe rrezikohet për karton ta shohim. Ta shohim. Portieri Vujatinovic. Karton të verdh. Karton të verdh për Vujatinovic. Kartoni verdh për Vujatinovic. Edhe njerë shikoheni, e ka penguar. Është kartoni kuq. Partizani ndërruar miq ka fituar 3-11 metrësh, ka humbur 2. Tashmë bëhet gati Mazrekaj. Kujtojmë që ka humbur me Apollonin e Fierit, ka humbur me Elbasanin. Në 3 penalti ka humbur 2 Partizani. Po tashmë është Mazrekaj përballë Vujatinovic. Të shohim nëse do të prishet. Kujtojmë në Xhipi që ka humbur në Fier, kujtojmë Vilën që ka humbur me Elbasanin, por tashmë është Mazrekaj përballë 11 metra. Godet shënon 2-0. 2-0 ndërmamiq. 2-0, dy gola shumë shpejt. Dy gola shumë shpejt të Partizanit të Muça. Besoj se Partizani e mbyll ndeshjen. Me të goli ishte një vertikalizim shumë i mirë te Račić dhe një gabim
Ndoshta mund të ishte edhe kartoni kuq, po për Tieni por ka toleruar zyrtari. 4 kartonat verdh lojtarët Laçian. Partizani 2, shojmë Mazrekaj, autorin e golit, kosovarin Mazrekaj, që ka ekzekutuar sakt, e ndjekim edhe njërë me djathën, ja ka kuptuar kraun Vujatinovic, por goli i Partizanit tashmë është i sikluar 2-0 udhëheqin. Duar gjyqtari Sino ka përshëndyar fundin e takimit. Partizanit nderuar miq fiton 2-0 pastër ndaj skuadrës Laçit. Laçi që pjesë të parë muçi ka luajtur më mirë. Duhet themi, ndërkohë që jo se ka luajtur më mirë, por është luajtur mirë, është vendosur mirë, nuk i ka lënë hapësira Partizanit, por me golin e dytë e ka mbyllur ndeshjen Shtam, dita menaxhoi mirë situatën. Kolegu im Dofri Betasani është në pritje të dy trajnerëve, të shohim se cili do të jetë trajneri i parë që do të afrohet pranë